Është vërejtur, si të thua, është një lloj fushate ndaj gjykatës kushtetuese, ndaj vendimeve të saj të fundit. Bëjnë nder, si i trajton? Këto e dëmtojnë seriozisht demokracinë e vendit. Gjykata kushtetuese është një trup i pavarur, i cili profesional dhe të cilët të thotë marrin vendime duke u bazuar në Kushtetutën e Republikës së Kosovës. Dhe pavarësisht në qoftë se ato vendime i konvenojnë njerëz palë, por nuk i konvenojnë, ato si të tilla duhet të respektohen dhe nuk është e shëndosh që ato të interpretohen dhe të sulmohen, domethënë ose edhe të akuzohen. Ne peshojmë, domethënë partia që është në qeveri, kur e njëjta gjykatë merr vendime që janë në favor të tyre, duart trokasin dhe janë të lumtur, por kur e njëjta gjykatë merr vendime që nuk ju konvenojnë ose nuk janë në përputhje me pritjet e tyre, atëherë del që është një gjykatë politike. Edhe interesant është, ne kishim para 2 ditëve reagimin e Dejona Mihalit, e cila nuk është përfaqësuese e institucioneve shtetërore, por gjithsesi ka një rol të rëndësishëm sepse është sekretare e komiteteve të vetëvendosjes që është në qeveri. Ajo del, do thotë, e gjykon negativisht vendimin e 5 gjykatësve të gjykatës kushtetuese, kurse thotë që 2 të tjerët, të cilët janë dihet që janë simpatizantë në një mënyrë të vetëvendosjes, thotë ata kanë marrë vendime të drejta dhe të duhura. Pra, ajo del haptas edhe i gjykon edhe propagandon që 5 kanë gabuar dhe 2 kanë pas të drejtë dhe këtë krejt e bazon në përkatësi politike të cilët ata, do të thonë se cili njeri ne e dim në të kaluarën ka pas ndonjë lidhje ose ndonjë aktivitet ose ndonjë simpati për një parti të caktuar politike, dhe këta drejt për drejt po i sulmojnë gjykatësit e gjykatës kushtetuese duke i akuzuar se mbështesin një parti ose tjetër. Kjo nuk është e drejtë. Gjykata kushtetuese dhe gjykatësit duhet të lehen të lirë, duhet të lehen të qetë dhe duhet të ushtrojnë detyrën e tyre në mënyrë profesionale dhe në këtë mënyrë ruhet demokracia.